Shin home! Disa gjëra këtu, por të parat që dua t'ju tregoj janë këto xhinset që kam veshur. Shumë të lezetshme, shumë të thjeshta, siç e shikoni nga fundi nuk janë shumë të gjera, zakonisht I vesh edhe më të gjera, po preferova që këto t'i merrja kështu të drejta, në prerjen drejt. Unë kam fiksim këto xhaketat, I kam pothuajse të gjitha ngjyrat. Këtë grim për shembull nuk e kisha edhe e mora, shikoni sa e bukur që është. Ka pas ka këtë detajin me këtë vijën të hapur edhe kopsën, siç e shikoni. Mbase nuk shkon tani me këtë bluzën roz më poshtë, po që ta keni si ide. Shumë e bukur. Kam 3 muaj pa xhiruar, kam harruar si bëhen videot. Tjetër që po më duker ka në ngjyrë, që nga zezë, tash është gri prapë. Si kjo xhaketa e zezë, kam identike një ngjyrë roz shumë të bukur, një ngjyrë lejla shumë të bukur, edhe se nuk e di, më duket se këto të dyja, dhe duke qenë se ato xhaketat më pëlqejnë shumë, e mora identike, thjesht të zezë, edhe një xhaketë e zezë duhet patjetër. Është e thjesht fare, nga mbrapa komplet e thjesht, që nga dhe kjo që ke hapur këtu, por shumë e bukur. Ka gjatësinë perfekte që më pëlqen të mbaj xhaketat, mund ta veshësh edhe me pantallona të shkurtra edhe I mbulon komplet kjo, mund ta veshësh edhe me fund të shkurtër edhe fundin e mbulon, për këtë arsye më pëlqen shumë. Edhe shumë e bukur, ka 2 xhepa të mëdhenj që janë si në çdo xhaketë të mbyllur, tani duhet hapur me kujdes. Kështu, super yll. Tjetër, kjo xhaketa, nuk e di pse, e kisha porositur pa dashje 2 herë, identike. Një ngjyrë, një madhësi, komplet njësoj. Dhe është kismeti I motrës time, do t'ja jap motrës një, siç e shikoni është në këtë ngjyrë shumë të bukur besh. Unë kam tjetër xhaketë në këtë ngjyrë, po kjo më pëlqeu se ka edhe kjo këtë të çarën këtu mbrapa, ka 2 kopsa, jo si gria që kishte 1, po kjo ka 2. Edhe më duk shumë e bukur, thash okay, e dua edhe këtë. Edhe këtë që më pëlqeu shumë edhe mua, e mora gabimisht në, domethënë porosita 2 copë, erdhën të dyja. Kështu që njërën do t'ja jap motrës dhe tjetrën do ta mbaj për vete, shumë e bukur është. Ja pas kam hapur xhepat unë kësaj se e kam provuar. Nuk e mbaj mend, po me sa duket dhe pas kam provuar. Të shikoni nga pas, këto më pëlqejnë shumë. Edhe kështu. Ja dhe tjetra, është njësoj. Voilà. Siç thash, kodit në për komente.